Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla u përgjigj nga salla e kuvendit kërkesës së opozitës për debat me mocion për ribërjen e seancës ku miratuar programi i qeverisës dhe kur opozita praktisi seancën dhe nuk votoi. Balla u përgjigj Mironi duke thënë se PS nuk kthehet pas prehecën vetëm përpara, duke thënë se nuk mund të ketë ripërsëritje të asaj seance, duke kërkuar që kërkesat t'i sjellin sipas rregullores. Duam, thonë, përveç kësaj edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me programin politik të qeverisës në vijim, e thënë Troç, ne e dojgjëm mundësinë për të bërë diskutim siç i ka hije edhe hajdeni tani të rikthehemi, ne ecim vetëm përpara, nuk themi dot pas. Por mund të bëjmë mocion me debat për çështjet që ndërlidhin rrugën tonë europiane. Këto kërkesa o do i bini sipas rregullores ose nga ky ka nuk do të keni asnjëherë dakordsi, u shpreh Balla. Duke u përgjigjur kërkesës së rrallës së opozitës për rezolut për gjenocidin ndaj Kosovës, Balla tha se çdo gjë që vjen nga Berisha për Kosovën nuk ka qenë dhe nuk është asnjëherë për mirë. Asgjë që vjen nga Berisha dhe kur lidhet me Kosovën nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj për të bojkotuar protestën në mbështetje të UÇK-s është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe veprimeve kundër interesit të Kosovës, u shpreh Balla në seancën plenare të kësaj të njëjtëje. Nga ana tjetër e shpreh desa ishte në Leskov të Serbisë gjatë ndjesjes së kombëtares në stadium nga ana e tifozëve serb dëgjonte të thirrje emri Sali Berishës, se tifozët serb të rrisnin emrin e Berishës. Sali është dhënë ndri mirë i Serbisë, i ka shërbyer mirë Serbisë sa herë ka pasur mundësi, tha ndër të tjera Balla.